Është realiteti, ky është Shqipëria. Dhe kur ti i thua tjetrit që këta të mitë kanë 12 vjet pa punë, do vinë do të shkëlojmë ty, nuk ka kur farë logjike. Apo kur ti e përcakton me një farë meritokracie, kur ti e përcakton me një farë objektiviteti gjithë performancën, është tjetër gjë. Tani pa merre nga skenari fatal fare këtë punë e administratë apo këtë punë se është bërë për të ardhur ke njerëzit të opozitës. Tani kjo me që ka 12 vjet pa punë, duhet të ri të sakrifikohet për PD-n? Do më thuash një ti mua me që e njeh shumë mirë të punë, një nga kryesia e PD-s që është sakrifikuar për PD-n. Një nga kryesia e PD-s që është sakrifikuar për atë dheun. Mos a them për PD, po për atë dheun. Një më. Nga krau tjetër, këtyre u vazhdojnë lejet, u vazhdojnë pallati, u vazhdo shtëpia e dytë në Lalës, shtëpia tjetër atje nga Gjirinonës, çaja këto gjë në radhë, po kjo s'ka logjikë plak. Dhe ti më kërkon mua që thua ti mos e bëj atë, mos e bëj këtë, argjiro për 15 vite, për 16 vite sa do vej kjo punë. Kjo që s'më duket normale, do të flas në kontekst, teknikisht mund të kapesh gjithmonë. Tashmë të sot javë kemi mbledhjen në fakt e gjykatës kushtetuese dhe vendosur për Tiranën. Anullimi, nuk kemi folur që nga në studio mos gaboj, që nga anullimi i zgjedhjeve për Tiranën. Nuk kemi folur në studio, kemi folur privatisht. Si do duk gjithë ai veprimi i presidentit dhe vendimi i gjykatës kushtetuese? Dhe çfarë ndodh tashmë brenda Partisë Socialiste? Për Tiranën flasim. Unë teknikisht e ke interpretuar atë punë, por që siç është ideja që ligji ka edhe frym, ka edhe gërm. Edhe kjo puna është ka punë fryme këtu. Çdo proces mendoj unë që e vonon këtë pjesën e zgjedhjeve këtu thjesht lënë pezull gjithë tallavan dhe hollovin që është krijuar në qytetin e Tiranës. 1, 2. Brenda PS-s nuk ndodh asnjë gjë se s'ka çfarë të ndodhi. Makineria është aq e madhe sa po të futesh brenda te Amoroçili atje humbet. Është komplet tjetër gjë. Dhe nuk mendoj që ka për të ndikuar zgjedhjet asnjë lloj vendimi gjykate. Thjesht ka për të vonuar tollovin. Pra institucionet e drejtësisë, po të jetonin brenda kontekstit social dhe ekonomik shqiptar, do merrnin një vendim në interes të kujt? Në interes të komunitetit në Tiranë. Le ta fitoj kush do herët, bëj çfarë don. Nuk është çështja kush e fiton. Ideja është që duhet me dhënë një zgjidhje kësaj gjë se s'mund të presësh sa të thajnë rrobat verën tjetër kur dal dielli. Që teknikisht të thash, jam shumë i limituar me këtë dhe refuzoj që të hyj në interpretime teknike, po thjesht unë po flas për frymën dhe për parin. Duhet të mbyllet kjo punë se nuk mbahet më. Në qoftë se po, ata e bëjnë edhe për instrumentet të tyre për të zgjatur që të ketë ndonjë festival në fund të dhjetorit, por që se besoj. Që parimisht duhet ndodh. Bina e Manastirliu, si duket sigar? Këtu mund flasësh. Absolutisht. Se nuk është ndryshe nga pjesa tjetër, që është gjykata kushtetuese. Është gare denaturalizuar. Pse? Është gare denaturalizuar. Është e vështirë të gjykosh pushtetin pasi merr vendime nga iracionaliteti po i pushtetit. Dakor? Dhe gara pak më thjesht për të sut. Urdhë? Ta them më thjesht. Pra është e vështirë të gjykosh pushtetin sepse për kë e ke? Për kë e ke? Po kush e ka? Pra, këto them që pak më thjesht. Do them unë e komplikuar se diskutuar shumë, do të çoj edhe një trurin optimizim. Patjetër, jo, kuptoj. Për foragjere nuk shkon, e kupton? Bëna janë anonime. Ideja është e tillë, pra, ku ti dieli ta mbaj? Po. Pra, ky krah. Krau tjetër pastaj, unë mendimin tim e kam thash. Opozita me këtë zgjedhje që e bëri, jo vetëm zgjedhjen e emrit, se nuk kam të bëj me emrin, me procesin që ndoqi. Po. Verifikoj dhe certifikoj impotencën e saj politike, burokratike, organizative, njerëzore, me emrin pastaj trodhi komplet listën që është si organizatë politike, unë e konsideroj PD-n të shkrirë me qërallafi. Si është? Partia Demokratike për mua nuk ekziston si nocion social më. Po çfarë është vetëm rudimenti përmendur për njerëz. Fare zero. As juridik nuk është. Zero fare. Juridik është juridik është de facto de jure, fare. Ideja është unë e konsideroj të shkrirë si parti. Pra edhe nëse nesër ai del që më falni mua, unë jam dorëheqë le të vinë njerëzit tu, nuk ka për të vajtë. Berisha tha do ketë zgjedhje brenda PD-s, unë garoj prap. Nuk po e them atë që kam në mendje se është Sheron, më thonë. Nuk është orari për sa. Por them te gara pra. Ideja është te gara, thash, është garë e zbalancuar. 1, 2 është garë, po më e keqe se mund të jetë zbalancuar, gjithmonë ka pasur luftra të tilla që i vogli ka fituar. Po është garë jo natyrale. Është garë jo natyrale. Po të kesh parasysh ekipin që është aktualisht mbështetës, dhe unë kam përshtypjen që asnjë nga partitë që i ka deklaruar mbështetjen zotërisë nuk do ta mbështesi.
nuk do t'i fus strukturat në punë, dhe ai është futur aty për ta... Jo, pam zotin Ilir Ali Mehmeti që ishe prezent. Iliri po bën detyrën vëlla. Iliri është Ilirin e shkret se Ilirin e ka zënë rrota bishtin aty, po bën detyrën, po më them strukturat në terren të partive. Asnjëra nga këto që i thanë me shpirt do të mbështesim Flor Binaj, asnjë. Qof PD, qof mundësi, qof çfarë këto Shqipëria zhbëhet, PLL, çfarë kanë mbetur rudimentet kulturore shqiptare, janë tradicion shqiptar, asnjë nga këto nuk ka për ta mbështetur terren. Do ta shohë ai. Do ta shohësh ti. Ekipi që ka formuar është ekipi deri diku që e ka bërë një eksperiment, nëse mbani mend me Gjergj Bojaxhiu, që profesionalisht Gjergj Bojaxhiu, edhe pse nuk ishte kam një konsiderat madhe, profesionalisht Gjergj Bojaxhiu ishte më i kualifikuar për të drejtuar Bashkinë e Tiranës, se ç'është zotëria. Dhe këtë dallon që në mufkat që këput, dhe nuk më pëlqen nga ana strategjisë së komunikimit strategjia ala Veliaj, që del takon njerëzit rrugës me kamerë në dorë dhe i thua që unë do ta bëj fush me lule këtë punë. Ti s'ke ç'a bën vëlla. Cili do kandidat që do të fitojë përballë pushtetit, e para herë duhet të pranojë, nuk duhet të jetë në denial, duhet të pranojë realitetin, që ky është qyteti. Dakor? Nuk duhet të thotë që unë do ndaloj ndërtimet, se është gafe madhe të thuash unë do ndaloj ndërtimet, si ndalon dot orë zotëri.